apartamentet janë qartësisht të lexueshme në gjithë transaksionet e shitjes e blerjes. Para e dyta, është shumë e rëndësishme që njerëzit ta dëgjojnë edhe ato që the, që sa janë të huajt që po blejnë, sa janë shqiptarët jashtë që po blejnë. Natyrisht një pjesë e tyre blejnë për të bërë një investim, jo se blejnë edhe kthehen me njerëz sa po blejnë, po blejnë për të bërë një investim. Dhe shoqata juaj, shoqatat tuaja duhet t'i vëmë përpara përgjegjësisë këto lloj burimesh që vetëm përbaltin, sepse në fund të ditës këto trëmbin njerëzit, trëmbin blerësit. Dhe nga ana tjetër, nëse organet e drejtësisë bën punën e tyre për të vënë në sekuestro një ndërtim apo një kantier, sepse ju figuron i lidhur me kanalet pastrimit paras, kjo nuk ka pse trëmb gjithë dynjan dhe shqetëson gjithë industrinë, sepse industria nuk është e ndërtuar mbi ato lloj kanalesh. Dhe ky është fakt. Dhe është shumë e rëndësishme që faktet të ekspozohen, sepse këtu problemi më i madh është që nga mëngjesi deri në darkë nuk guxon njeriu të hapi një pasqyrë për të marrë vesh se çfarë po ndodh, se do bombardohet me gënjeshtra dhe me balte me helm. Dhe prandaj përpjekja për të ekspozuar faktet duhet jetë më e madhe. Dhe këto janë fakte. Ky projekt është fakt, nuk është opinion. Edhe zotëria këtu është real, nuk është fantazm. Dhe gjithë aktiviteti i kësaj kompanie dhe i shumë kompanive tjera është aktivitet real, se nga këto kompani rritet ekonomia, nuk rritet nga shiu. Faleminderit zoti kryeministër për vlerësimin. Faleminderit Landi që na ka ftuar këtu. Landi është një djalë super punëtor, e ka pasion punën. Për rastin që ju folët, unë kam pasur rast jo më shumë se para 3-4 ditësh, më marrin nga Italia në telefon dhe më thonë si ka mundësi që në Shqipëri shumë ka ardhur keq. Ky person që mori punon drejtor komercial nga fabrikat më të mira në Itali, ka bler apartamente në përballë portit në Orikun ku ne po ndërtojmë. I thash, nuk e kam parë emisionin, po më vjen shumë keq. I thash, do ta shoh edhe po një gjë të kesh i sigurt, i thash që për çfarë po flet, ne nuk jemi nga ata persona, sepse ti mjeft paktën kemi 20 vjet raport pune bashkë që e di se kush jemi. E pash emisionin më ka shumë keq, realisht për çfarë pash për ta gazetarë ekonomik që flasin, sepse ata nuk flasin keq për qeverinë, qeveria sot është, nesër është një tjetër, apo për ju zoti Rama, po problemi është që ata flasin shumë keq për Shqipërinë. Kjo është një gjë që ne nuk mund të na hidhet balt, unë s'du të flas për veten time, tregojmë veprat se kush jam. Është shumë e rëndë për ne si biznes. Unë luftoj një ditë publikisht më keni ardhur para 11 vjetësh në fabrikë të Dekolli. Unë aty kisha investuar 10 milion euro, të uroj të vish një ditë ta shohësh, kemi investuar mbi 50 milion euro. Dhe u them këtyre gazetarëve ekonomik, i ftoj ata të vinë të shohin, dhe nuk mund të na hedhin balt në të lloj forme. Ju falenderoj shumë për vlerësimin. Kjo nuk është balt, thash, jo vetëm për ju, për qeverinë, për ne si biznesmen, por kjo është për Shqipërinë. Nëse ju falenderoj shumë për vlerësimin. Tani, se të keqardhjet shpreh edhe për mua, po nëse ka një adres ku këto lloj baltrash nuk bëjnë asnjë efekt, është adresa ime. Me mua ta kenë, nuk ka asnjë problem. Unë nuk afektohem fare nga këto. Se po të afektohesh nga këto, s'do isha akoma këtu duke u marrë me këto. Por këtu çështja është tjetër. Dhe prandaj them, unë nuk pretendoj që ata të cilët i kanë mos dakordsi apo
kundërshti apo nuk më shoj do të mua me sy të vlerësojnë çfarë do qoftë. Jo, mos ta vlerësojnë fare. Asgjë. Por kur flasin në gjuhë huaj dhe bëjnë përgjegjësime negative, duke kuptojnë atë se çfarë do të thotë të japësh 700 paga në muaj dhe t'i japësh çdo muaj dhe t'i rrisësh dhe të vazhdosh t'i japësh se nga vjen ato. Nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë se çfarë do të thotë të ndërtosh një kompani, të rrisësh një kompani e tjera. Dhe prandaj në fund të ditës e gjithë kjo përpjekje është ajo që po na çon më afër një ëndrre shumë të madhe të gjithëve që është Bashkimi Evropian dhe t'i vesh atyre atje. Por ata për çfarë e bëjnë ata atë? Atyre ju duhet të mbushin 2 orë televizor. Qa po i duhet atyre se qa është e vërtet e qa është e vërtet? Qa po i duhet atyre? E duhet të mbush 2 orë televizor, hajde, kap 2 shqipo atje, që ju duket sikur ju rritet vlera kur flasin dhe intervistohen nga gazetarët tuaj, edhe fut e bjerë Shqipërisë. Se ma thonë vazhdimisht ata andej, po mi mos si ka mundësi, mo qa jeni ju? Ore ka pasur gati luftë civile në Maqedoni, kur ishte Maqedonia akoma. Ore nuk shkonin kundërshtarët e qeverisë nga Shkupit, shkonin në Bruksel dhe të ulnin e të ngrinin Maqedoninë si një vend për t'u dënuar. Por nuk e bënin. Por ka pasur në Maltëzi gati konflikt civil, se ata janë gjysma këtej e gjysma andej. Por nuk shkonin në Bruksel të ulnin e të ngrinin njëri tjetrin dhe të kërkonin nga Brukseli ose nga kanceleritë e huaja të dënonin Malezi. Nuk e bën. More Bullgaria edhe sot e gjithë ditën nuk gjen rahat. Bullgaria sot e gjithë ditën nuk gjen rahat. Është në Bashkimin Evropian disa vjet u bë tani, nuk gjen rahat nga lufta e brendshme, mezi bëjnë qeveri, 5 palë zgjedhje në vit. Nuk shkojnë në Bruksel të thonë dënoni Bullgarinë. Po qa është kjo të merë? Po qa është kjo histori? Po pse ma atje fitohet betejë politike? Po kanë kaq vite që e bëjnë. Po fitohet betejë politike duke i furnizuar mediat e huaja me palët. Fitohet betejë politike këtu, por nuk fitohet. Nuk fitohet. Nuk fitohet betejë politike këtu duke paguar gazetarë e duke paguar portale jashtë për të nxjerrë balt nga Shqipëria. Nuk e di, është diçka e pabesueshme. Dhe kur sot që jemi kaq afër një momenti historik, sot që për herë të parë fati po i buzëqesh shqiptarëve, për herë të parë në histori. Buzëqeshja e fatit për një vend vogël është që të gjithë të mëdhenjt ta respektojnë dhe ta vlerësojnë. Dhe të mëdhenjt që na duhet ne, i kemi sot 100% me vete si kemi pas kur. Është një moment historik politik i Europës ku duam të njëjtën gjë. Ne dhe ata sot na respektojnë, na vlerësojnë. Kjo është historike, është për gjenerata të tëra. Çfarë rëndësie ka partia këtu? Çfarë rëndësie ka partia? Prandaj faktet janë të rëndësishme gjithsesi. Faktet janë të rëndësishme gjithsesi. Dhe për faktet e sipërmarrjes ne nuk kemi folur mjaftueshëm, kemi folur shumë pak. Sipërmarrja vetë ka folur shumë pak për faktet e veta, se fund ditës ju puna juaj nuk është të flisni, është punoni, por duhet folur më shumë.
nuk mundet të kryqëzohet një industri e tërë e të vjen gjithë në një thes edhe hajde se këta janë gjithë pastrojnë parat. Ç'është kjo pastrojnë parat? Si u pastrohen parat kështu me tonelata? Janë dhënë 1.5 milion metra katror leje. Po shqyr janë dhënë. Çfarë do me thënë kjo? Po pse budallë janë njerëzit që vikan, merr leje dhe fillokan ndërtim në hava kot? Po do ndërtojnë sepse shesin. Dhe shesin me bank. Dhe investojnë me bank. Marrin kredit nga banka. Si që ka kjo? Nuk e di. Është e pabesueshme kjo pjesë. S'ke se shkon fare shtrihesh tek ekonomia, se ekonomia është e gjithëve dhe mbështet gjithë. Meru se si mund të bëhet më mirë, meru se si pengohet nga një gjë nga një tjetër. Ku i tregojnë dhe? Kush e do fjalën? Po, ja.